Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është fleshi parë informativ në News 24. Njësia e policisë ekonomike dhe financiare të policisë financiare të Triestes, e koordinuar nga Drejtoria e Qarkut Antimafia në gjykatën e Triestes, ka sekuestruar 4.3 ton kokain dhe po zbaton masa paraprake ndaj 38 personave mes Europës dhe Kolumbisë. Ish kryeministri Berisha akuzoi dje qeverinë se ka bllokuar marrëveshjet e ekstradimit me vendet e Beneluxit, pasi sipas tij 6 ministra dhe deputet Partisë Socialiste janë kandidat për të ekstraduar në Belgjik, Holland apo Luksemburg. Berisha doli sërish kundër presidentit Meta lidhur me dekretin për Bajram Begajn. Ai tha se Meta i kujton Ali Pashën me kokën në Stamboll dhe trupin në Janin. Ai më ngjau mua eksakt më rikujtoi Ali Pashën. Trupin në Janin, kokën në Stamboll. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov e ka cilësuar të pashëmbull të anullimin e vizitës së tij në Serbi, pasi vendet afër Serbisë kanë mbyllur hapësirat ajrore për avionin e tij. Sipas Lavrov, Bashkimi Evropian nuk do që Rusia të mbështesë Beogradin dhe nismën e Ballkanit të hapur. Ai tha se NATO dhe Brukseli duan ta kthejnë Ballkanin në të mbyllur, por për Shtetet e Bashkuara vendimi pasqyron angazhimin e Europës për të mbajtur Rusinë përgjegjëse për agresionin ndaj Ukrainës. Kreu i grupit socialista Ulan Balla deklaroi në kuvend se Shqipëria ju bashkua vendeve që bllokuan ardhjen e kryediplomatit rus në Serbi. Balla tha se një korridor ajror që kalonte përmes Shqipërisë u bllokua pasi vendi ynë e ka bërë të qartë qëndrimin për luftën në Ukrainë. Shqipëria ju bashkua të gjitha vendeve të tjera që bllokuan ardhjen e Lavrovit. Një korridor ajror që u bllokua ishte edhe korridori ajror që kalonte përmes Shqipërisë. Në natyrshëm ndaj korridor ajror nuk u dha drita jeshile me një përgjigje shumë kupti plot. Ne kemi presidencën e Këshillit të Sigurimit. Dakor? Dhe ja kemi thënë shumë qartë, pozicion më të qartë nuk ka. Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut takohen nesër nohër në kuadër të nismës Ballkani hapur. Gjatë samitit pritet të firmosen disa marrëveshje që lidhen me evazionin fiskal, arsimin e turizmin. Kryeministri i Kosovës refuzoi ftesën e homologut Maqedonisë Veriut. Në një letër ai tha se Beogradi duhet të frenohet pasi promovon interesin rus dhe kinez në rajon, ndërsa kryeministri i Malit Zia Bazović pritet të marrë pjesë në samit. Zjarri në ishullin e Sazanit vijon të jetë aktiv prej 4 ditësh, ndërsa efektivat e forcave të armatosura kanë mundur të neutralizojnë 14 vatra. Rreth 100 trupa të forcave zjarfikse, ushtarake dhe efektiv të zonave të mbrojtura po punojnë për zotërimin e flakëve që deri tani kanë djegur një sipërfaqe të madhe të pyllit, duke shkaktuar një dëm kolosal. Operacioni është duke u zhvilluar vetëm me mjete rrethanore, pasi nuk ka asnjë mënyrë që në ishull të futen automjete zjarfikse, ndërsa në dispozicion janë edhe 3 anije të forcave detare. Gjithashtu, raportohet se në zonë janë dëgjuar të shpërthejnë edhe municione luftarake që ndodhen prej vitit 97. Kryetaria e LSI-s Monika Kuremadi akuzon se korrupsioni i qeverisë pengon përballimin e situatave të vështira si kjo e krijuar nga zjarri në ishullin e Sazanit. Ajo thotë se qeveria vijon të paguajë incineratorët, prej të cilëve evazioni fiskal ka arritur në 100 milion euro, para të cilat mund të viheshin në dispozicion të situatave emergjente. Ministria e Mbrojtjes reagoi për akuzat për mos ndërhyrje nga ajri të helikopterëve në ishullin e Sazanit. Sipas saj, forcat armatosura disponojnë dhe kanë në gatishmëri mjetet e nevojshme fluturuese për emergjencat, por në disa raste këto mjete nuk mund të marrin pjesë në operacione. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi denoncimin e një ushtaraku që thotë sipas tij se ushtria është në kolaps të plot dhe se prej 3 vitesh asnjë helikopter apo anije ushtarake nuk është në gatishmëri. Kryeministri Rama komentoi akuzat për mos ngritjen e helikopterëve Cougar për të shuar zjarrin në Sazan, duke konsideruar ato thjesht llafet personave që nuk e njohin situatën. Sa për ata që nuk kanë sy të shohin çfarë ndodh njëkohësisht, sot që flasim, rrotull Atinës apo çfarë ndodh kudo tjetër në kushtet e zjarreve, nga Turqia deri në Spanjë, po idhen përpjet duke kërkuar helikopter me kova ujë biblike e me shkoping magjik, nuk kemi asgjë për të thënë, shkruan Rama.
Kryeministri Edi Rama deklaroi se tuneli Skërficës, pjesë e aksit Kardiq-Delvin, do të përfundojë së shpejti duke shkurtuar me 45 minuta udhëtimin drejt Sarandës, ndërkohë deputetja demokrate Jorida Tabaku tha se kjo rrugë tregon se siparat e taksapaguesve keq përdoren vazhdimisht për të ofruar her pas here shqiptarëve një copës tuneli si një arritje të madhe. Kompozitori i njohur shqiptar Limos Dizdari ja ka dalë fitoi betejën me smundjen pas një muaji qëndrimi në spital. Lajmin e mirë e ka dhënë bija Alda përmes një postimi në rrjetet sociale. Teksa falenderoi stafin e spitalit Shefqet Ndroqi, Alda tregon të gjithë vështirësitë që kaloi ati, duke nisur nga problemet në mushkërit, qëndrimin në intubim deri tek vënia e 4 unazave në zemër për të bërë të mundur funksionimin e saj. Veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë përplasur me policinë teksa kanë protestuar në oborin e Kuvendit Kosovës për pagat e tyre. Protestuesit janë shprehur se institucionet e vendit i kanë injoruar kërkesat e tyre, ndaj dhe do të protestojnë për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Kryeministri britanik Boris Johnson arriti të mbjetoi një mocion i mosbesimi duke siguruar mbështetje të mjaftueshme në partinë e tij për të qëndruar në detyrë, pavarësisht revoltës brenda konservatorëve të partisë së tij, që ka të ngjarë ta dobësojë atë si udhëheqës edhe të ngjallë pa siguri për të ardhmen. Johnson fitoi mbështetjen e 211 prej 359 ligjvënësve konservator, më shumë se shumica e thjeshtë e nevojshme prej 180 votash. Përurohet libri i gjyqtarit Sancës Paraprake, i zëvendës së dekanit dhe pedagogut të Fakultetit të Drejtësisë Universitetit Luarasi, Admir Belishta. Autori tregon se ky libër është finalizimi i një studimi të mirëfill 5 vjeçar përmes analizës së Institutit të Ri të Gjyqtarit të Sancës Paraprake. Në ceremoninë e përurimit të librit ishin pranishëm rektor, profesor dhe studiues të së drejtës penale. Shqipëria del pa pikë nga sfida e dytë në Europianin e mini futbollit, teksa u mposhtën nga Rumania me rezultatin 3-1. Ishte fleshi i parë informativ në News 24.